بين بان الأجراع ورامة ولعلع من قلب صب. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والمصلحين، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف ببيت الحرام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تعالى فلندرaj prej Allahut falje kërkoj salavat dhe selam mbi krijesën më të mirë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgoj mbi familjen e tij të bekuar, mbi shokët e tij të nderuar edhe mbi gjithë besimtarët që ndjekun rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, me lejen e Zotit do të flas për një temë që ka rëndësi të veçantë në jetën e çdo besimtari, e që padyshim se secili prej neve do t'i kushtojë rëndësi më të veçantë kësaj teme që do ta trajtoj. Fjala është për rëndësinë e përdorimit të lutjes në disa dimensione që shumë prej neve jemi të shkujdesur. Por para se të flas për temën, do të theksoj fillimin e titullit rëndësinë e lutjes edhe çka flet Zoti rreth kësaj teme. Allah i lartësuar kur flet për rëndësinë që do të me pas lutja në jetën e besimtarit, thot në librin e tij: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Allahu, Zoti juaj, kujdestari juaj, thot: lutuni, unë ju përgjigj në lutjes. Pra në këtë ajet Allahu azza wa jall kërkon në mënyrë obligative prej besimtarëve që ta lutin dhe të kërkojnë prej Allahut, sepse përgjigja është e garantuar. Po ashtu në një ajet tjetër në surën Bekara, Allahu flet për rëndësinë e lutjes nga një dimension tjetër dhe thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Nëse të pyetin robërit e mi për mua, thuaj unë jam afër tyne, ujibu da'wat ad-da'a idha da'an, ju përgjigj në lutjes së lutësit kur ai lutet, falyastajibu li walyu'minu bi la'allakum yarshudun. Pra le të më lutën mu dhe të më besojnë mu, se kështu unë ata i udhëzoj. Ndoshta kështu ata do të udhëzohen. Pra në këto dy ajete Allahu i lartësuar na bën shumë të qartë rëndësinë e lutjes që duhet me pas në jetën e secilit prej neve. Edhe Allahu po kërkon në mënyrë të veçantë që të lutemi, se përgjigja është e garantuar. Ndaj Omeri radiallahu anhu kur lexonte këto ajete thoshte: nuk e kam frikë fare përgjigjen e lutjes, vetëm e kam frikë se apo di unë me u lut. Pra nuk frigohej se Zoti a do t'i përgjigjej apo jo, pasi që përgjigja është e garantuar në këto dy ajete, por krejt ajo që frigohej ishte se apo di me lut Allahun azza wa jall. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që përmend Imam Muslimi sahihun e tina, kur flet për lutjen thot: aqrabu ma yakunu abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru du'a. Robi më së afër me Zotit e tij është kur është në sejdë, ndaj në sejdë shton lutjen, pra lutën vazhdimisht në sejdë. Ky hadith të nderuar besimtar na bën të kuptojmë se më së afërmi përgjigjes që mundemi me marr është robi të jetë në sejdë. Edhe pra këto na porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta shtojmë lutjen. Po ashtu ka disa kohë tjera që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson se përgjigja është më afër se në kohët normale. Fjala është për ezanin dhe ikametin. Thot lutja në mes ezanit dhe ikametit përgjigjet ndaj lutën në këtë kohë. Po ashtu pejgamberi alaihi salam na mëson se lutja që bëhet në pjesën e tretë të natës merr përgjigje duke thënë: inna Allaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fi thuluthi akhir min al-layl fi as-sama'i dunya. Allahu i lartësuar zbret në pjesën e tretë natës në qiellin e dunjas dhe thot: kush të më lutet ti përgjigjem, kush të më kërkon diçka ti dhuroj, dhe kush kërkon falje ta fali. Ndaj kjo është koha më e mirë që dietarët tonë na mësojnë për lutje, andaj kush ka diçka nevojë të veçantë të përdor këto kohë. Po ashtu edhe në ditën e xumës, në orën e fundit të asaj dite, siç ka në transmetime prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është koha kur Allahu e pranon lutjen, ndaj ti shfrytëzojmë këto kohë. Në fillim të temës e përmena se janë disa aspekte që ndoshta lutemi, po jo sa dohet.
Edhe nëse lexojna jetën e pejgamberit alayhis salam, e gjojna se në këto aspekte që do t'i përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej shumë. Dhe vepra e tij na mëson shumë se edhe ne kemi nevojë për këto lutje, edhe kemi nevojë shumë të shtojmë lutjen me veçantë rreth këtyre temave që besoj se jo sot duhet shumë prej neve nuk ja jep hakun në lutje. E para është stabilitetin e fenë Allahut. Pak prej neve të nderuar besimtar e lutemi për stabilitet në fenë e Zotit. Pak prej neve lutemi që Allah na lehtësoj namazin, na lehtësoj agjërimin, na lehtësoj dhënien e zakatit, sadakën, punën e mirë. Pak prej neve lutet në këto aspekte. Ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç është përmend hadithin që përmend Bukhariu dhe Muslimi nga Aisha, po ashtu nga Hafsa, po ashtu nga Saleme, se është pyetur se cila ishte lutja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë më shumëti dhe ju e keni dëgjuar. Këto gjitha thoshtin, më shumëti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kemi dëgjuar duke u lutur ka qenë Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, o Allah, rrotullos i zemrave, rrotullo ma zemrën time në fenë tane, pra stabilizo ma zemrën për ndjekjen e fejës sate. Kjo është ajo që duhet secili prej neve me bo, andaj të lutet çdo ditë. Shumë herë që Allah t'ja lehtëson adhurimin, t'ja lehtëson përkushtimin, t'ja lehtëson Zoti mbajtjen e këtij amaneti që Allah e ka quajtur qawlan thaqila, fjalë të rënë, amanet i rënë, që s'kan mujt me bërë qiejt e toka, e kodrat e kështu me radhë ka bërë njeriu, ndaj nuk ka mundësi. Kjo t'i lehtësohet veçse duke lutur Allahun me këmbgulje dhe vazhdimisht që Allah t'ja lehtëson bartjen e kësaj feje deri në momentin e fundit të daljes prej kësaj bote. Aspekt tjetër që besoj se qalojnë shumë prej neve është edhe aspekti të i kalimit të sprovave. Shumë prej neve kur na godën ndonjë sprovë nuk lutemi, por na kap një lloj frige, panike dhe mundohemi të flasim me njerëz që ta largojna. Ndërsa nëse gjojna këtë gjendje, pra gjendjen e frigës, panikës, gjendjen e stresit caktuar apo sprovave të mëdha që goditnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe se vepronte ai, e gjejmë se siç ka në hadithe, kur e godisën ndonjë sprovë, rënd pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shpejtonte në namaz, shpejtonte në lutje. Andaj shumë prej neve në kohën që jetojna jemi të ngarkuar me borxhe dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësonte se nëse ka dikush prej neve që është i ngarkuar me borxhe, me lutë. Përmend Imam Buhariu dhe Imam Muslimi një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë hyri në xhami dhe pa një njeri që e kishin kapluar borxhet. E kish kap mërzia madhe dhe nuk dilte prej xhamis. E pyeti se pse nuk po dal prej xhamis. Ai ja ktheu i dërguar i Allahut, me kanë kaplu borxhet dhe po më janë marrë me dal jashtë që njerëzit më pa. Pastaj kur e dëgjoi këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, do ta mësoj një lutje që nëse e bën ti, Allahu do ta lehtësoj shpagimin e borxheve. Pastaj i tha, thuaj Allahumma aghnini bi halalik an haramik, o aghnini amen sivak, o Zot më mjafto mu me halal dhe mos më lejo me ram në haram, dhe më mjafto o Zot mu që të lutem ty para se ti kërkoj çdo kujt para teje. Pra nëse robi din me zemër të plot, me bukët lutje, me thonë o Zot, më mundso halalën, me ruaj për haramët, më mundso më lut veç për ty, dhe më mundso që krejt atyre që më shkojnë men me ju kërku, me u ndalu dhe mos më ju kërku, atëherë kjo është një lloj sigurie që na premton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njeri do t'ja lehtësoj kryerjen e borxheve. E ky sahabi thot, e bëja këtë vazhdimisht dhe nuk zgjati më shumë se një muaj, gjithë ato gojle dhe ato borxhe që i kisha Allah më lehtësoj dhe më mundsoj me kthy. Prej aspekteve tjera që mendoj se qalojmë është edhe lutja për shërimin e të sëmurëve. Shpeshherë kur na ka ndonjë smundje, qoftë neve, qoftë antarëve të familjes, shpejtojna për me e mjeku me ilaçe. Kjo është mirë, por nuk do të mjaftoj për besimtarin. Krahas kësaj do të mundohemi secili prej neve
që ta bashkangjitim lutjen në shërimin ton. Pejgamberi sa kur smurë dikush shkonte vizitonte dhe thoshte Es'alullahu al-azim, Rabbul Arshil Azim, e yashfiek, e losë Allahun e lartësuar, Zotin e Arshit të madhruar, që Allahu Azza wa Jall më të shëro. Kur e bënte këtë dua, pejgamberi ai që ishte i smur shërohej. Ndaj edhe ne, kur na godet ndonjë smundje që në trupin ton, qoftë ne në familjarët e ton, ta bëjmë këtë dua. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ndonjë prej antarëve të tij smurej, e vendoste dorën në atë vend ku i dhimbte dhe lexonte surën Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq, dhe surën Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas. Ka në disa hadithe dhe lexonte 7 herë surën Fatiha dhe shërohej personi. Dhe edhe ne ti përdorim këto mundësi që na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shërimin ton dhe njerëzve që janë rreth nesh. Prej aspekteve tjera që kam parë se shumë prej neve nuk jemi siç duhet, është edhe aspekti i braktisjes së gjunahave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e trajtonte këtë temë, e trajtonte se nuk ka mundësi robi të braktisë gjunahet veçse duke mbështetur në Allahun dhe duke kërkuar prej tij që Allahu t'ia lehtësoj braktisjen e atyre gjunaheve. Ndaj secili prej neve të mundohet karshi vendimeve që merr për braktisjen e gjunahet caktuar që e mundon me e bërë edhe lutje të vazhdueshme ndaj Allahut në mënyrë që Allah t'ia lehtësoj braktisjen e atyre gjunaheve. Pejgamberi alayhis salam thoshte Allahumma inni es'aluka fi'la al-khairat wa tarku al-munkarat wa hubbu al-masakin wa an taghfira li wa tarhamani. Allahumma inni es'aluka hubbuka wa hubbu man yuhibbuka wa hubbu 'amalin yataqarrabu ilayk. O Zot, unë kërkoj prej të jetë të më lehtësosh punët e mira, të më mundësosh o Zot mi lënë punët e këqija, të më mundësosh o Zot mi dash njerëz të varfër nevojtar. O Zot, thashtë unë kërkoj dashnin tane dhe dashnin e robëve që ty don, dhe dashnin e robëve që ty don o Zot janë. Pra kjo është edhe dashnin e punëve që më afrojnë drejt dashnisë sate. Pra lutej që Allah t'ia lehtësonte dashnin e Zotit, dashnin e robëve që Zoti i don dhe dashnin e punëve që Zoti i don. Ndaj më mëno secili prej neve me bë këtë lutje vazhdimisht në mënyrë që t'i lujmë gjunahet që na mundojnë. Po ashtu ka shembuj tjerë që kemi lexuar tek dietarët dhe kanë ndodhur në jetën tonë, e që një shembull i tillë është një njeri dëshironte ta lënte dohanin vazhdimisht, por shejtani e mashtronte, e pastaj një prej hoxhallarëve të asaj kohe kishte lexuar një shembull të tillë edhe i thot atij djalit, unë do të ndihmoj që ta lësh dohanin nëse ti thu amin në dua që unë i bëj. Pastaj filloi me lut Allahun që këtij më dhuro mirësi, më dhuro begati, më dhuro xhenetin, më lehtëso rrugën drejt xhenetit. E shumë lutje të mira, e që zemra e këtij që dëgjonte lutjet u kaplu nga emocioni për shkak të përmbajtjes së duave, e pastaj në fund o Zot tha, nëse ky si lën këtë lutje, atëherë krejt këto që tash më dhon o Zot mos ia dhuro. Ai tha amin, edhe prej asaj kohe kanë kaluar vite që ky person e ka lënë dohanën dhe e ka braktisë këtë gjëna. Ndaj të mundohem secili prej neve ta gjejmë një formulë ose një formulë tjetër për braktisjen e gjunave që janë shkak për shkatrimin ton. Edhe e fundit që kisha fol rreth saj në këtë moment, por ju edhe e fundit që mund me trajtu kjo temë, pasi është shumë e gjatë, është me përdor lutjen që Allahu Azza wa Jall me i udhëzu muslimanët e muslimanet në çdo vend dhe çdo ku. Në hadith që përmend Taberiu në Mu'jamul Kabir, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men qala kullu yawm, kush thot çdo ditë Allahumma ighfir li, o Zot më fal mu, wal mu'minina wal mu'minat, edhe besimtarët elhaqa bihi min kulli mu'minin hasana. Allahu do t'ja lehtësoj ta marr sevap për çdo lutje, për çdo besimtar që ekziston. Pra sa besimtar janë sot, sa kanë qenë dhe sa do vinë, kush e bën lutjet këtij do të ketë shpërblim për gjithë. Andaj të lutem për vete,
për familjet tona, për udhëheqësit tonë. Ta lutem Allahun që të bjerë njerëz që kanë frikë Allahun, e zbatojnë fjalën e tina në tokë, e zbatojnë ligjin e tij. Të lutem Allahun që besimtarët kudo që kanë vujtje, Allah më lehtëso vujtjet. Besimtarët kudo që kanë nga tresa, Allah t'ja lehtësoj zgjidhjen atyre nga tresa. Të ruaj besimtarët prej fitnave të dëgjallit, të ruaj besimtarët prej fitnave nëve, të jetës e vdekjes siç ka në hadith, dhe kërkoj prej Allahut falje. Lësë Allahun më na begatu, më na falë dhe më na mëshiru. Lësë Allahun më na lehtësu adhurimin e tij deri në ditën e daljes para tij. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.